Të dashur banorë të Celinës, të nderuar përfaqësues e drejtues të institucioneve qendrore e lokale, i nderuari kryetari i komunës Rahovecit, Smajl Latifi, të nderuar invalid e veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i nderuari kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, Albena Reshitaj, Haxhi Avdyli, Ariana Musliu Shoshi, Ganimete Musliu, i nderuari ish guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, i nderuari ish kryetari i komunës dhe ish ministri i bujqësisë, profesor Idris Vehapi, të dashur familjar të dëshmorëve të martirëve të kombit, të dashura motra dhe vëllezër, zonja dhe zotëri, në këtë përvjetor të 26 në çdo ditë vitit nderojmë martirët e dëshmorët të cilët nuk janë më me ne fizikisht, por me të cilët jemi e duhet të jemi gjithnjë shpirtnisht. U nderojmë edhe juve që jeni këtu, të fortë përkundër dhembjes e pikëllimit. Krahas sakrificës së të rëndëve, e çmojmë dhe duhet për herë ta çmojmë qendresën e popullit. 26 vite më parë, rreth orës 9:30 të mëngjesit, rreth 500 ushtarë të Serbisë hynë Celinë nga 4 drejtimet. Në këtë masakër i vranë 82 civil të moshave të ndryshme, 18 nga trupat i dogjën e 13 nga të vrarët ishin fëmijë. I kujtojmë me dhimbje Albanin, Bledarin, Besartin, Altinin, Albulenën, Suzanën, Burbuqen, Ramazanin, Mejremen, Gzimin, Bedrushin, Albanin, si dhe Almën, e cila ishte vetëm 18 muajsh. Masakra e tmerrshme e Celinës nuk ka ndodhur e vetme. Tërë stina e pranverës është e mbushur me përvjetor të masakrave që shteti i Serbisë i ka kryer mbi shqiptarët në Kosovë. Veçanërisht nga 24 marsi i vitit 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s mbi Jugosllavinë e Miloševićit, pikërisht për ta ndalur gjenocidin e Serbisë, ajo i pat intensifikuar dhe brutalizuar të gjitha veprimet e saj mizore për ta përshpejtuar spastrimin etnik që synonte shfarosjen tonë. Gjatë kësaj periudhe, forcat armatosura ushtarake dhe policore serbe vranë mijëra njerëz të pafajshëm e të pambrojtur, teksa torturuan, plaçkitën e përdhënuan mijëra të tjerë, si dhe djegën e shkatruan, prona dhe pasuri me vlerë të pallogaritshme kudo në Kosovë. Po vim këtu nga homazhet në 26 vjetorin e masakrave në Tërnjem, Brestoc e Fortes, e nga këtu do të bëjmë homazhe edhe në Goden të Gjakovës, në përvjetorin e masakrës atje. Ne jemi një shtet dhe shoqëri që nuk i harron e as nuk i fal krimet e kryera nga Serbia në Kosovë. Jemi republika që dita ditës po e kompleton infrastrukturën institucionale dhe ligjore e po i rrit kapacitetet për t'i adresuar krimet e kryera gjatë luftës. Jemi të vendosur në rrugën e drejtësisë, sepse shteti i Serbisë dhe kriminalët e luftës nuk do të mund të shpëtojnë përgjegjësive institucionale dhe individuale për krimet dhe gjenocidin e kryer mbi neve shqiptarë të Kosovës. Të dashura motra dhe vëllezër, nën peshën e kujtimeve të rënda, si popull kemi zgjedhur të jemi të bashkuar në dhembje, por edhe në shpresë. Ne kemi mbijetuar dhe kemi ndërtuar jetën e re në Kosovën e lirë. Ne po vazhdojmë të ndërtojmë dhe forcojmë Republikën e Kosovës së bashku, duke u siguruar që asnjë gjenerat tjetër të mos e përjetoj as për së afërmi terrorin në për të cilin kemi kaluar ne. Siguria dhe demokracia, zhvillimi dhe reputacioni i vendit ton janë lartësuar, zgjeruar e thelluar dhe janë dëshmi se si çlirimi, ashtu dhe pavarësia ja kanë vlejtur fort. E dim se ku shkojmë, sepse e dim nga vim, përkulemi me shumë dhembje, dashuri dhe krenari para kujtimit të gjithë vrarëve, rënjën e tyre me fleme, me sakrificë e kemi udhërrëfim se si të ecim përpara. Të rënët për liri nuk do t'jenë kur të haruar, i përjetshëm qoftë kujtimi për ta. Roftë qoftë kombi ynë liridashës e Republika jonë përparimtare. Lavdi.